Në fokus të intervistave sonte është Komuna e Araqinës dhe në studio tash më kam kandidatin e koalicionit Vend Daud Beqiri. Zoti Beqiri, mirë se vini në Alsat. Mirë se gjejmë, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që na jepni për të shpalosur programin ton para juve. Do të filloj nga Komuna e Araqinës, ajo që është pika nevralgjike e kësaj komune dhe që ka të bënë infrastruktura, duke filluar nga rrugët, nga ujësjellsi, nga kanalizimi. Dhe më interesojnë pikpamjet tua pikërisht në këto aspekte në programin tuaj. Çfarë keni paraparë që në 4 vjet mandat, nëse do ta keni, do të ndryshojnë këtë aspekt? Të gjithë ne dim se komuna e Araqinës në aspektin e infrastrukturës është e lëndë të rësisht, mund të them, pasdore. Edhe pse jemi një vend banim shumë afër kryeqendrës me 7-8 kilometra, këto janë kushtet elementare që i tangojnë problematikat më së tepri qytetarët e Araqinës, si uji për pije, kanalizimi, pjesa e pambuluar e kanalit të famshëm tash 30 vite në Araqin, mungesa e asfaltimit të rrugëve, kemi shumë rrugë me gropa, mungesa e trotuareve, ndriçimit publik e të tjera. Dhe këto janë ndër prioritetet tona që i kemi edhe në programin ton dhe do kemi fokusin që brenda këtyre 4 viteve e dim se ballafaqohemi me një buxhet minimal si Komuna e Araqinës, ku e dim se dikon parafarsisht sa kemi informacion ka 360.000 euro buxhet vetin komuna dhe pa mbështetjen e pushtetit ekzekutiv, pa mbështetjen e fondeve ndërkombëtare dhe kursimin e shpenzimeve të Araqinës, besojmë se me një ekip të mirë, me disa ekspertë të çështjeve projekteve, besoj se deri në fund të mandatit mos të flasim më për ujë për pije, për kanalizim, për rrugë të asfaltuara e të tjera, por fokusi jon të jetë qendra trinore, shtëpi, kulture e të tjera, se dim se është viti 2025, kemi kadra të mira, kemi kadra të shkolluara me mastera, me doktoratura, është turp që në vitin 2025 të bisedojmë për tematikat të tilla. Edhe një pyetje në këtë drejtim, a ka pasur mungesë fondesh Komuna e Araqinës si subjekt për të realizuar këto? Apo nuk ka pasur vullnet politik nga udhëheqësit duke filluar që tani e më mbrapa që kanë udhëhequr me Komunën e Araqinës gjithë këto vite? Po me siguri unë kisha thënë se ka pasur mungesë të interesit pushtetit ekzekutiv për Araqinë. E dim se vitin e ardhshëm, do me thonë me 24 qershor, që nga viti 1996 i bëjmë 30 vite si komunë vete, si funksionojmë, prej se është bërë ndarja nga komuna e Gazibabës. Dhe e dim se kanë udhëhequr shqiptarët, kemi pasur deputet përfaqësues shqiptar edhe në qeveri ministra dhe Araqinën e kanë lënë pasdore. Pak të kishin qenë të interesuar, besoj se deri tani do folshim për projekte tjera luksoze e jo për kushte elementare për jetë. Ajo që e bën Araqinën dhe që e rrethon në fakt janë disa deponi dhe mini deponi që janë krijuar mbase të gjitha ilegalisht dhe që e ndotin më së shumti pikërisht ajrin në Araqinë, ambientin në Araqinë dhe më pas edhe ambientin përreth. Në programin tuaj më intereson të di se çfarë keni para pa për menaxhimin e mbeturinave dhe këtyre deponive që nëse e marrim dalin e Araqinës për rrugë nga Kumanova, i ke 2-3 të tilla deri në hyrje të Likovës, deponi të cilat ndotin ambientin. Po, në programin tonë, ndër prioritetet i kemi edhe deponitë e egra dhe e dim se që 3 dekada me radhë qytetarët e Araqinës helmohen dhe janë kancer për Araqinën këto 2 deponi. Këto janë në dalje të vendbanimit Araqin, ku e dim se para disa javësh, do me thonë me përpjekjet e qytetarëve që i shfrytzuan mjetet demokratike, u çuan në protesta, e ngritën zërin e tyre dhe me përpjekjen e zëvendës kryeministrit parë zotëri Izzet Mexhiti dhe ministër i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, deponia në dalje të Araqinës që ishte në fshatin Nikoshtak, u mbyll të rësisht, do me thonë, dhe nuk ekziston për momentin aty deponi, por kanë filluar qytetarët të mbjellin fidane. Tash deponinë e kemi në territor të komunës Araqinës dhe atë deponi e kemi në plan program që ta menaxhojmë derisa të përfundon, se e dim se aty ka filluar një fabrikë për riciklimin e mbeturinave. Dhe pas përfundimit të stacionit për
riciklimin e mbeturinave dhe besoj se ajo do jetë edhe fundi një problematike që mos do kemi deponi në Haraçin, se e dim se sa kemi postu si Haraçin dhe ato kanë qenë një kancer për qytetarët e Haraçinës. Do të pak t'ju pyes për procesin edukativ arsimor, duke filluar nga qerdhet, shkolla fillore, dhe pse jo edhe një shkollë mesme për Haraçinën. A keni këtë në programin tuaj? Po, kemi edhe në programin për fushën e arsimit dhe kjo për neve është pika më e ndjeshme. Se e dim, faleminderit Zotit, kemi shumë rini në Haraçin, shkollat momentalisht, kështu kur të shef shkan kushte për jetë, po pika do me thonë që na tangon neve më së shumti është munges e kuadrit adekuat për disa lëmi të ndryshme. E kemi në program fushën e arsimit dhe do bojmë disa kabinete, sidomos për lëndë natyrore si biologji, kimi, fizik, do bojmë kabinetet posaçme edhe për lëndën e informatikës. Këto thash edhe më herët se kemi pikë të dopt, do i subvencionojmë nxënësit më të mirë, studentët më të mirë me bursa dhe Komuna e Haraçinës dhe dera e kryetarit të Haraçinës do të jetë gjithmonë e hapur në këtë drejtim dhe nuk do e lëjmë asnjë nxënës, asnjë student pa u shkolluar, do i mbështesim maksimum, do i përkrahim dhe do jemi pas tyre gjithnjë. Një shkollë mesme përfitej prej kohësh në Haraçin, madje në mandatet e kaluara ishte ndarë një hapësirë, kishin filluar procedurat e denacionalizimit. A i do të se jo Haraçinës një shkollë mesme? Mendimi im personal është se nuk i duhet për momentin Haraçinës shkollë e mesmes, se ne e dim se edhe Haraçina është pjesë e Shkupit. Kemi shkollat të mesme në Shkup në drejtime të ndryshme dhe besoj se është mirë që edhe qytetarët e Haraçinës, ku e dim se ne jemi komunë rurale, të dalin më tepër në qytet, të socializohen, të mësojnë kultura të ndryshme. Por nëse është kërkesë, duhet të bisedojmë me prindrit dhe semi-maturantët. Nëse është kërkesë e tyre, edhe për shkollën e mesme do të ulemi edhe do shohim çka mund të bëjmë në këtë drejtim dhe do jemi në komunikim me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit. Në Haraçin ka disa familje të cilat merren me bujqësi. Cili është plani juaj për t'i mbështetur ato apo për t'i subvencionuar bujqët e agrokulturën? Po e dim, edhe të gjithë në rajon e dim se qytetarët e Haraçinës janë shumë punëtorë dhe kjo është më e zhvilluar bujqësia dhe blegtoria. Ne si komunë i kemi bujqët, i kemi parapar në programin tonë që si komunë t'i subvencionojmë, por edhe në bashkëpunim me Komunën e Bujqësisë, t'i subvencionojmë me fondet të ndryshme, t'ju mundsojmë të shfrytëzojnë edhe i parë fondet të ndryshme dhe të jemi në kontakt edhe me Ministrinë e Bujqësisë dhe t'i shohim se cilat kultura bujqësore kërkohen më tepër në treg dhe t'i drejtojmë bujqit që t'i kenë ato prodhime të tyre që do i plasojnë në tregun e lirë, që ka më tepër kërkojnë. Një çështje tjetër që është sidomos e pa diskutueshme, siguria publike në Haraçin. Jo pak, jo rrallë herë shohim Haraçinën në përnjoftimet e policisë për sa të jetë prioritet bashkëpunimi juaj me organet e sigurisë për ta kthyer mirëqenien dhe sigurinë në Haraçin. Edhe këto e kemi ndër prioritetet tona, fushën e sigurisë, dhe mendoj se problematika më e tepër, më e madhe ka qenë se komunat në nivel shtetit të Maqedonisë kanë qenë të centralizuara dhe besoj se me një decentralizim të mirëfillt edhe Komuna e Haraçinës do të jetë pjesë e vendimarrjes edhe në fushën e sigurisë. Po në Haraçin nuk është edhe ajo që thonë disa se nuk ka siguri. Pjesa më e pasigurt është edhe mungesa e kushteve infrastrukturore, rrugta pa asfaltuara, mungesa e sinjalistikës rrugore. Do të bashkëpunojmë me atë që të rritet vetdia e qytetarëve të Haraçinës dhe të ato kushte të respektohen. Ka një krenari, thonë në Haraçin, dhe ajo është një klub futbollistik, të cilin banorët e presin me kushte më të mira, me fushë më të mirë, me ambiente më të mira, me tribuna, me zhveshtore. Sa në programin tuaj, keni paraparti për kushtoheni zhvillimit të sportit e posaçërisht klubit komunal të Haraçinës? Pikërisht nga jo fushë zhvillune, për momentin jam në kryesi të klubit Shkëndia dhe besoj se unë i di problematikat më mirë se kushdo tjetër, se me çfarë probleme ballafaqohemi në klubin Shkëndia. Kemi sukses të jashtëzakonshëm me klubin Shkëndia, klubin domethënë e riformuam 3-4 vite më parë,
për momentin jemi në ligën e dytë dhe tash jemi pretendent edhe në ligën për ligë të parë. Mirë po, nuk kemi kushe, nuk kemi shtëpi, mungon stadiumi i Shkëndijës. Dhe këtë kemi në plan program dhe kemi prioritet se do kemi 2 fusha për klubin e Shkëndijës, do kemi një fush, një stadion për zhvillimin e ndeshjeve dhe paralelisht një tjetër stadion për stërvitje. E kemi në dalje të Haraçinës afër deponisë që cekë ma herët, është një vend ku e kina parapar për qendër sportive, të kemi edhe një sallë të madhe, multifunksionare, që do zhvillojmë edhe sportet të tjera si mundja, basketbolli, volejbolli e të tjera. Jo vetëm të fokusohemi në futboll. Faleminderit, kjo ishte koha juaj në Alsat, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ne vetëm pas siglës qëndroni, vazhdojmë me kandidatin tjetër që vjen nga Aleanca Kombëtare për Integrim.